Shën Valentinit është një festë dedikuar dashurisë, dedikuar romancës, ku njerëzit shpreh ndjenjat e tyre nëpërmjet mesazheve, luleve, dhuratave, çokoladave. Por në shkurt të vitit 1971, dita e Shën Valentinit solli diçka komplet tjetër. Gjithçka filloi me dy të rinj, të cilët po bëheshin gati për ditën e Shën Valentinit. Patricia Men, 20 vjeç, ishte një vajzë shumë e ëmbël e kujdesshme. Ishte pak e turpshme, shumë e lidhur me familjen e saj, kishte një zemër shumë të madhe dhe nuk kishte pasur kurrë probleme serioze. Shkonte në kishë çdo të diel, ishte punëtore e palodhur, studente shumë e mirë dhe kishte ëndra dhe aspirata të mëdha, veçanërisht një grua e re që ishte rritur në vitet 1950-1960. Jacy McBain, 19 vjeç, i dashuri i parë serioz i Patricias, ata të dy u dashuruan nga shkolla e mesme. Kishin qenë bashkë 3 vjet dhe konsideroheshin padyshim si çifti i artë. Jacy ishte atlet, ylli i futbollit në shkollën e mesme. Ishte i gjatë, i pashëm dhe përshkruajsi një djalë vërtet i mirë. Askush nuk kishte ndonjë gjë të keqe për të thënë për Jess. Madje ai u votua si më i mundshmi për të pasur sukses në shkollën e mesme. Pas përfundimit të shkollës së mesme, Jess dhe Patricia ishin akoma bashkë, edhe pse do të vazhdonin kolegjin, edhe pse kolegji kishte distanca të mëdha mes tyre, ato vendosën që ta bënin lidhjen të funksiononte. Mbi gjitha, Jess u kërkoi prindërve të Patricias që t'i jepnin bekimin e tyre sepse ky fundit donte të fejoheshte me të, dhe këta e dhanë me shumë kënaqësi. Në këtë pikë Jess i bleu Patricias një unas premtimi ku kjo e fundit e mbante çdo ditë në dorë dhe mbi gjitha vendosën të fejoheshin pasi të mbaronin kolegj. Jess ndoqi Universitetin Shtetëror të Karolinës së Veriut, ndërsa Patricia po studionte në Watts College of Nursing në Durham, që ishte në fakt një nga shkollat më të mira të infirmierisë në të gjithë shtetin, dhe pranimi i Patricias në këtë shkollë ishte një ëndër e bërë realitet, sepse që kur ishte e vogël dëshironte që të bëheshte një infermiere. Edhe pse Patricia bënte studimet po në ato kolegj, bënte dhe praktikën në spitalin Watts, dhe spitali Watts shpesh organizonte mbrëmje, pra vallëzimi për ditën e Shën Valentinit, dhe Patricia ishte jashtëzakonisht shumë emocionuar që ajo do të shkonte në mbrëmjen e vallëzimit dhe i dashuri i saj do të ishte shoqëruesi i saj. Ishte data 12 shkurt i vitit 1971 dhe dita e Shën Valentinit ishte vetëm 2 ditë larg, ditë e premte, dhe Patricia sapo kishte mbaruar mësimin e saj dhe varpon për në dhomën e saj të konviktit për të bërë gati, shumë entuziazmuar sepse mezi priste të shkonte në ballon që organizonte spitali. Pak më vonë Berrin dhe Jess dhe që të dy në konvikt bëhen gati për të shkuar në festë. Jess kishte veshur një këmishë elegante me kopsa dhe pantallona kuadrate ngjyrë bordo. Nga ana tjetër, Patricia kishte veshur një fustan me kuadrate të bardhë me një fjongo të madhe. Mbrëmja në përgjithësi shkoi në rregull, por ndoshta nuk është se ka shkuar jashtëzakonisht shumë mirë siç e prisnin ato, sepse në fakt u larguan nga mbrëmja në orën 11:30 të darkës. Përpara se të largoheshin nga mbrëmja, Patricia i tha shoqës së saj së dhomës që do të shkonin të parkonin makinën në një zonë të izoluar së bashku me Jessin, që të qëndronin paksa vetur, duke u përqafuar, duke u puthur, pra duke krijuar një lloj intimiteti rreth të dyve. Dhe i premtoi shoqës së saj që do të ktheheshte në konvikt përpara orës së ndalimit, sepse konvikti kishte një orë ndalimi që ishte ora 11:30 e darkës, por në fakt atë mbrëmje e kishin shtyr orën deri në orën 1 për shkak të festës që po mbahej. Dhe ky ishte momenti i fundit që Patricia dhe Jess u pan gjallë. Siç u thash, ora e ndalimit ishte 11:30 dhe atë natë pra u shty deri në orën 1 për shkak të mbrëmjes së vallëzimit. Por megjithatë, Patricia nuk u kthye në kolegj pas orës 1 dhe për thënë vërtetën, ajo nuk u kthye fare atë natë. Mëngjesin tjetër, kur shoqja e dhomës vuri që Patricia nuk ishte kthyer, u shqetësua jashtëzakonisht shumë, sepse ajo e njihte shumë mirë Patrician, e dinte që Patricia nuk i bënte këto lloj gjërash. Kur ajo thoshte që do të ktheheshte para orës së ndalimit, do ta bënte me patjetër. Pra ishte një vajzë që e mbante gjithmonë fjalën. Dhe kur pa që shoqja nuk ishte aty, shkoi në panik. Telefonoi më një herë prindit e saj duke menduar që ndoshta ka shkuar atje për të fjetur. Por pas telefonatës që bëri shoqja e Patricias tek prindrit e Patricias, sot të fundit
u shqetësuan jashtëzakonisht shumë. Po atë ditë miqtë e Patricias filluan që të telefononin të gjitha spitalet që ndodheshin rreth e rrotull për të parë nëse Patricia dhe Jess ndodheshin në një nga këto spitalet, sepse mendonin që ndoshta kanë pësuar një aksident automobilistik. Por në fakt asgjë prej tyre nuk ishte vërtet, sepse të dy të rinjt nuk ndodheshin në spital. Në këtë pikë, familja e Patricias dhe familja e Jess raporton menjëherë zhdukjen e tyre në polici. Por në fakt, në stacionin e policisë, ato përballen me disa oficerë që me sa duket nuk donin që të bënin punën e tyre, pra nuk ishin fare në formë për të bërë punën e tyre, saqë u thanë të dy familjeve që ndoshta djali dhe vajza janë arratisur diku për të martuar fshehuarazi larg gjithëve, pra skema të këtij lloj tipi. Por në fakt kjo gjë nuk ishte e vërtetë, sepse fillimisht Patricia dhe Jess as nuk kishin fejuar. Patricia kishte mbajtur vetëm një nas premtimi dhe kishin vendosur që të fejoheshin pas përfundimit të kolegjit. Dhe për çfarë arsye ato duhet të arratiseshin që të martoheshin pa u vënë re nga askush, pa u parë nga askush, kur familjet e tyre ishin dakord për lidhjen e tyre. Kështu që kjo teori bie menjëherë poshtë. Familjet e tyre ishin të shkatruara dhe nuk kishin ndërmend që ta linin këtë gjë me kaq. Policia pas këmbguljeve të tyre vendosi t'i ndihmonte duke vendosur disa postera pra të fotove të tyre dhe duke hapur një linjë telefonike. Por në fakt asnjëra nga këto nuk shërbeu asgjë, sepse policia ishte e bindur që çifti do të kthehej pasi të mbaronte java romantike. Por në fakt nuk ishte kështu. Java romantike përfundoi dhe asnjëri prej të dyve nuk u bë gjallë dhe në këtë pikë oficerët e policisë vendosin që ta marrin rastin më seriozisht. Ata ngritën grupe vullnetare dhe pikërisht më 16 shkurt u gjet një detaj shumë i rëndësishëm. U gjet makina e braktisur e Jessit në Whiteside Place, ishte një vend i izoluar, një rrugë çorre, pra një rrugë pa krye, një lagje në zhvillim, ku pikërisht ky vend përdorishte nga adoleshentët, çiftet si një vend takimi. Kjo përputheshte pikërisht me atë që Patricia u kishte thënë shoqeve të saj, pra që të shkonin në një vend parkimi, që të qëndronin paksa afër me njëri tjetrin dhe makina e Jessit u gjend pikërisht në atë vend. Por në fakt brenda në makinë u gjetën xhaketat e të dyve. Xhaketa e Patricias, xhaketa e Jessit, mbi të gjitha u gjetën dhe çorapet e Patricias dhe çokoladat që Jess i kishte bërë Patricias për ditën e Shën Valentinit. Por gjë tjetër më e rëndësishme ishte fakti që brenda makinës gjithçka ishte e pastër. Ishte në atë lloj pastërtie sikur dikush ta kishte pastruar me dorë, pra të kishte hequr gjitha mbetjet, gjitha papastërtitë. Por mbi gjitha nuk u gjetën as shenja krimi, as shenja gjaku, as shenja përleqjes, pra asgjë. Dhe kjo gjë ishte vërtet e trisht. Por më e trisht ishte fakti që edhe pse makina u gjet, disa oficerë policie akoma mendonin që ato të dy ishin arratisur për të martuar në një kish aty afër. Po problemi është ky, që edhe nëse ato do të shkonin pra të martoheshin në ndonjë ato prej kishave që ndodheshin aty, një farë mënyre do të duheshte makina, sepse si do të shkonin në këmbë dhe përsëri kjo teori prap bie poshtë. Kaluan plot 9 ditë nga zhdukja e çiftit dhe pikërisht më 25 shkurt u bë një zbulim makabër. Kishin kaluar plot 13 ditë nga zhdukja e Patricia dhe Jessit dhe pikërisht një topograf i cili quheshte Robert Kirby shkoi në atë zonë për të inspektuar një pronë e cila ndodheshte në Duke Forest dhe pikërisht kjo pronë ndodheshte pikërisht 3 milje larg nga vendi ku u gjet makina e Jess. Duke Forest ishte një zonë e izoluar dhe e largët. Ishte pothuajse vetëm pyll dhe njerëzit e vetëm që ishin aty pranë dhe jeton një park rimor që është brenda pyllit. Robert Kirby po eci nëpër atë zonë kur mendoi që pa diçka që dukeshte si një manekin në një grumbull gjethesh. Por sa më shumë që afrohej, vuri re që në fakt nuk ishte një manekin, por ishin 2 trupa njerëzish. Vrapoi menjëherë pranë njërës prej rimorkjove dhe kërkoi që të përdorte telefonin. Telefonoi menjëherë policinë, ku tha që me sa duket kam gjetur trupin e çiftit të zhdukur. Dhe menjëherë pas kësaj, lajmi u përhapi jashtëzakonisht shumë shpejt. Dhe kur them shumë shpejt, sepse përpara se të mbërritte policia, një turm e vogël njerëzve që ishte gjithmonë në rritje, kishte mbërritur në vendngjarje përpara se të vinte policia. Dhe në momentin kur mbërriti policia, lajmi bëri bujë të madhe. Dhe kjo gjë në fakt ishte për të ardhur keq, sepse çdo provë mundshme si mund të ishin gjurmë këmbësh, shenja gomash makinash, ishin zhdukur tashmë nga lëvizja e gjithë atyre njerëzve që kishin mbërritur në vendngjarje. Trupat e tyre u gjetën afër një rrëze pemë lisi. Fillimisht mendohet që trupat e tyre të kenë qenë mbështetur me trungun e pemës.
por më vonë vrasi i tyre i ka tërhequr ato zvarr në tokë që në farë mënyre gjitha gjethet të binin mbi trupat e tyre dhe të mbuloheshin. Gjë që ishte mjaft e veçantë ishte fakti që të dy ishin lidhur në mënyrë të njëjtë dhe ishte përdorur një litar që kishte mjaft nyje të ndërlikuara. Pra një farë mënyre kishte pasur 4 nyje në krahun në kyçin e majt dhe 3 nyje në kyçin e djathtë. Dhe më pas ishin bërë lidhje të ndërlikuara mes duarve. Por litari që ishte i përdorur për të lidhur kyçet ishte i bashkuar me litarin që të dy ishin lidhur pas peme, por mbi gjitha kishte edhe një litar tjetër që ishte vendosur në qafën e tyre. Por ky litar që ishte i vendosur në qafën e tyre ishte mjaft i shtrënguar, por jo dhe aq i shtrënguar që në farë mënyre të mos u ndërpriste komplet oksigjenin. Që të dy u gjetën të veshur me rrobat e tyre, madje edhe me këpucët, dhe mbi gjitha sendet personale, sendet me vlerë ndodheshin aty, nuk mungonte asgjë dhe në farë mënyre grabitja u hoq menjëherë si motiv për vrasje. Një motiv tjetër që u hoq menjëherë anash, pra, ishte fakti që mjeku ligjor tha që Jazz dhe Patricia nuk kishin sulmuar seksualisht, kishin vdekur vetëm disa orë pas largimit të tyre nga festa. Mbi gjitha kishin dhe mavijosje në qafë, kishin edhe hemorragji, gjë që përcaktonte faktin që ato ishin mbytur. Dhe mbi gjitha që të dy kishin prerje me thik në gjoks, gjë që mjeku ligjor tha që këto prerje me thik ishin bërë pas vdekjes së tyre. Pra, vrasi fillimisht i kishte mbytur ato me litar dhe më pas i kishte goditur ato me thik për të siguruar që të dy kishin vdekur. Por duhet thënë që plagët që kishte marrë Jesse dhe Patricia ishin të njëjta, por i vetmi ndryshim ishte se Patricia kishte marrë një të çarë në mëlçi që ishte gati 2 cm dhe në farë mënyre kjo e çarë ishte bërë për shkak të një goditje të fortë që kishte marrë në stomak. Dhe shkaku i vdekjes që të dyve u përcaktua si mbytje me litar. Provat treguan që litari që ato kishin në qafë shtrëngoheshte jashtëzakonisht shumë nga vrasi. Pra në farë mënyre ai vepronte në këtë lloj mënyre. Shtrëngonte fillimisht litarin e Patricias, e cila humbte ndjenjat dhe Jazz duhet shikonte Patrician që ishte duke vdekur dhe nga ana tjetër në momentin që Patricia rimerte vete një farë mënyre, shtrëngonte litarin e Jazz dhe kjo gjë vazhdoi për gati 2 orë të plota. Meqense vdekja e tyre ishte jashtëzakonisht shumë e ngadalë, shumë e dhimbshme, ky i fundit për të siguruar që të dy kishin vdekur u dha dhe goditjet me thik. Mjeku ligjor që krijoi autopsinë besonte se vrasjet duhet të ishin kryer të paktën nga 2 persona, sepse mendonte se dëmtimet ishin në përputhje me 2 persona që tërhiqnin litaret në të njëjtën kohë. Por teoria e 2 autorëve nuk ka qenë kurrë një teori që hetuesit kanë besuar realisht ose kanë hetuar siç duhet. Atë që hetuesit mendojnë, pra çfarë i ka ndodhur Patricia dhe Jazz, është fakti që meqense ato kishin parkuar makinën në një zonë e cila njiheshe si Lovers Lane dhe pikërisht kur ato ndodheshin në makinë, një person i tretë kishte mbërritur aty. Dhe hetuesit mendojnë që ka qenë një person që ishte shtirur si polic ose një person që ato të dy e njihnin jashtëzakonisht mirë, pra ishin një person i besueshëm për ta. Pasi një farë mënyre brenda në makinë nuk kishte shenja përleshjesh, nuk kishte shenja gjaku, nuk kishte shenja krimi, nuk kishte asgjë. Dhe për këtë arsye ato mendojnë që ka qenë një person që ato e njihnin jashtëzakonisht shumë mirë. Por unë mendoj që edhe nëse dikush do ishte afruar këtij çifti me një armë në dorë, që të dy do kishin dalë nga makina pa hezituar shumë, sepse normale do kishin frikë. Dhe prap në këtë lloj mënyre nuk do kishte as shenja gjaku, as shenja dhune, as shenja force, pra asgjë. Duket gjithashtu që mund të ketë qenë një sulm personal, një vrasje për hakmarrje dhe shumë agjenci po punonin në mënyrë të pavarur për këtë gjë. Dhe në fakt zyra e sherifit të qarkut Durham, qarku Orange, byroja shtetërore e hetimeve të Karolinës së Veriut dhe departamenti i automjeteve motorike i Karolinës së Veriut po hetonin këtë rast. Dhe gjithë këto ranë dakord që nuk ishte një vrasje e rastësishme, nuk ishte një vrasje pa dashje, por ishte një vrasje e planifikuar më së miri. Dhe nëse gjithë këto ranë dakord që kjo ishte një vrasje e planifikuar, të vetmit persona që e dinin që Jazz dhe Patricia do shkonin në këto Lovers Lane që quheshte, pra për të parkuar makinën atje për qëndruar afër, ishin persona që ndodheshin në ballon e Shën Valentinit. Një psikolog kriminal nga New Yorku, i cili kishte punuar më shumë raste të tilla të profilit të lartë, i quajtur Dr. James Brussel, u kërkua të ndihmonte në krijimin e një profili psikologjik të vrasit. Profili i tij thoshte që kërkonin një burr rreth moshës 25 dhe 40 vjeç. Thonin që ishin një burr i gjatë,
atletik, i ruar mirë, një burr i cili nuk vishte kur rroba të spikatura, pra rroba që nuk dëshironte pra të binte jashtëzakonisht shumë në sy, ishte një person i vetmuar, një person që kishte inteligjencë mbi mesataren, ishte një person që ishte i dedikuar një farë mënyre për të pastruar botën, mbi të gjitha thonin që ky person ndoshta ka pasur një të kaluar kriminale, nga ana tjetër ishte një person që mendoheshte pra që të kishte pasur refuzime nga nëna e tij kur kishte qenë i vogël, nga ana tjetër ky person pra ka pasur hakmarrje personale kundrejt prej njërës nga viktimat ose të dyve dhe mbi gjitha kishin një lloj urrëtie ndaj grave. Por në fakt në lidhje me këtë çështje nuk është se u bën hapa galopant, nuk është se pati një zgjidhje, nuk është se pati zbulime të mëtejshme dhe në fakt u la me një anë. Por ko më vonë, dekada më vonë dhe saktësisht në vitin 2011, çështja u rihap përsëri. Çështja u rihap përsëri sepse dy detektiv që punonin në zyrën e sherifit të qarkut Orange në Karolinën e Veriut hasën një kuti të vjetër provash për vrasjen e ditës së Shën Valentinit së bashku me gjitha dosjet e vjetra të çështjes. Dy detektivët quheshin detektivi Tom Horn dhe detektivi Don Hunter dhe të dy vendosën të fillonin të punonin mbi çështjen në kohën e tyre të lirë jashtë orarit pa pagesë. Ato filluan që të shqyrtonin të gjitha provat që kishin lidhje me ditën e Shën Valentinit dhe në fakt ishin prova jashtëzakonisht shumë të vjetra. Dhe të mendosh që në lidhje me këtë vrasje kishin punuar pra në mënyrë të veçantë 4 agjenci të ndryshme dhe këto 4 agjenci të ndryshme nuk i kishin darë kur këto prova me njëra tjetrën dhe pikërisht për herë të parë mbas kaq shumë vitesh të dy detektivët pan për herë të parë, gjetën për herë të parë të gjitha provat që kishin të bëjnë me lidhjen e vrasjes pra të ditës së Shën Valentinit. Pasi kishte kaluar rreth një vit i punë mbi këtë çështje, gjithmonë kishin punuar në kohën e tyre të lirë, pa u paguar asnjë centezimi, ato vendosën pra kërkuan që çështja të rihapej përsëri. Dhe çështja u rihap pikërisht në vitin 2012. Por shumë persona mendonin që nuk ka lidhje, pra nuk ja vlen të hetosh mbi këtë çështje sepse çështja është ftohur, nuk ka më shumë prova, pra nuk ka asgjë. Por në fakt edhe kjo gjë ka anët e saj të mira, sepse me kalimin e kohëve, pra kur ka kaluar jashtëzakonisht shumë kohë, njerëzit fillojnë që të flasin më lirshëm, nuk kanë më atë frikën e mëparshme. Dhe mbi gjitha teknologjitë e reja ndihmojnë jashtëzakonisht shumë për hetimet e kryera dhe kur u rihap çështja e ditës së Shën Valentinit, shumë njerëz ishin shumë të interesuar mbi këtë gjë dhe shumë hetues online, pra filluan që të zgjidhin çështjen nga shtëpitë e tyre. Dhe në vitin 2018, pas gjitha hulumtimeve që kishin bërë, pas gjitha kërkimeve që kishin bërë, Erik Puj dhe Jay Adamak u pajisen me dosjen e ditës së Shën Valentinit dhe me lejen e prindërve të viktimave dhe me lejen e detektivëve që kishin punuar në këtë rast, ato bën një podcast me 7 episode të quajtur The Long Distance. Dhe për shkak të këtij podcasti, çështja ka marrë një vëmendje shumë të madhe kohëve të fundit. Gjatë hetimit fillestar kishte shumë persona me interes, por vetëm 3 për tyre nuk u pastruan kur komplet nga gjithë dyshimet, pasi dukeshte që njëri ishte më fajtor se tjetri. Dhe mbi gjitha dhe përshkrimi i tyre dhe personaliteti i tyre përshtateshte, përputheshte pikërisht me personalitetin e vrasit, pra me profilin e vrasisit që kishte krijuar ai psikologu nga New Yorku. Kështu që të filloj menjëherë nga 3 të dyshuarit. I dyshuari numër 1 ishte Dr. James Stephen Walter Wilson, ishte i specializuar në sëmundjet kardiovaskulare dhe mjekësinë emergjente. Tipi personalitetit të tij është në thelb një sinjal alarmi i madh. Ishte i përshkruar si inteligjent, arrogant, i dhunshëm, i zemëruar dhe hakmarrës. Por për të shpjeguar më tej karakterin e tij, libri i tij, i cili quheshte Bazat anatomike të praktikës mjekësore, do të na ndihmojë jashtëzakonisht shumë. Do thoni ju ç'lidhje ka kjo sepse thjesht është një libër mjekësor. Më besoni, nuk është e tillë. Okej, në fillim dukeshte si një libër mjekësor, por pasi shfletoje faqet e atij libri, në vend të atyre diagramave mjekësore që supozohet që të jenë në tekstet e librit, ato fillimisht kishin punësuar një fotograf playboy për të bërë foto modeleve femra. Dhe këto modele femra kishin pozuar në atë lloj mënyre për atë libër ku dukeshte gjithçka tjetër përveç se diçka mjekësore. Në këtë tekst megjithatë shkruheshte që ishte për të ardhur keq që Dr. James nuk e dinte se ku ndodheshin adresat e këtyre modeleve femra. Dhe nga ana tjetër, gjë që shkruheshte në librin e tij ishte fakti se
thuheshe që meshkuj duhet të kryejnë marrëdhënie seksuale me femrat që të njohin anatominë femërore. Dhe kur libri i tij doli në treg, bëri bujë të madhe. Shumë student, profesor që blen librin dhe panë që çfarë shkruhej brenda në atë libër, kërkuan menjëherë rimbursimet e tyre. Nga ana tjetër, u organizua edhe një bojkot nga shoqata e grave në shkencë për të hequr librin nga publikimi. Por ky Dr. James jo vetëm që mbronte librin e tij, por thoshte që ishte një viktim në këtë gjueti shtrigash dhe kishte kërcënuar me vdekje një prej grave që kishte organizuar këtë bojkot dhe quheshte Estelle Remy. Por sigurisht kjo nuk ishte përballja e parë dhe e dhunshme e Dr. James, sepse edhe kur ishte në universitet ai kishte sulmuar dhe kishte kërcënuar shoqen e klasës së tij, sepse kjo e fundit nuk kishte pranuar që të dilte në takim me të. Por këtë gjë e vazhdoi edhe kur ishte i martuar, edhe kur ishte me fëmijë, sepse sulmoi dhe kërcënoi me vdekje shefen e departamentit të anatomisë, sepse kjo e fundit përsëri nuk pranoi të dilte në takim me të. Por pas kësaj, ky i fundit u shtrua në një psikiatri me forcë, por më vonë doli nga psikiatria sepse tha që në psikiatri kishte parë Zotin dhe tashmë ishte në rregull, por kjo gjë në fakt nuk ishte fare vërtet. Por menjëherë pasi u lirua, ai kërcënoi gruan e tij se do ta vriste dhe në fakt nuk është se vetë se e kërcënoi që do të vras, por në fakt filloi të planifikonte mënyrën se si do ta hiqte qafe dhe i tha gruas së tij që nuk po e çoj të gjithë gjën time deri në fund, pra nuk do të vras sepse nuk e di më pas se çfarë do të bëj me dhëmbët e tu. Pra një farë mënyrë kishte planifikuar se si do të hiqte gruan e tij qafe dhe si do t'i fshinte gjitha provat. Dhe vetëm fakti që nuk e dinte se çfarë do të bënte me dhëmbët e saj, sepse edhe po t'i dishte, prap do të zbuloheshte dhe për këtë arsye ai nuk arriti që ta çojë atë dëshirën e tij deri në fund. Në vitin 1971 Patricia ishte studente mjekësie, prap po studionte për infirmieri dhe punonte praktikante në spitalin Watson, pikërisht në atë spital ku punonte dhe Dr. James. Dhe ky i fundit thoshte që e njinte Patrician sepse i kishte dhënë mësim, kishte dhënë mësime praktike dhe mbi gjitha e pëlqente atë. Dhe i kishte kërkuar asaj që të dilnin në një takim së bashku, por kjo e fundit gjithmonë e kishte refuzuar. Dhe u thot policave që kishte një lloj ndjenje hakmarrje kundrejt saj sepse kjo e fundit nuk kishte pranuar që të dilte me atë. Por fakti ishte se Dr. James në fakt jetonte rreth qerek mili larg nga vendi ku gjetën trupat e Patricia dhe Jazz dhe për këtë arsye ishte shumë i njohur në atë zonë. Ai nuk kishte vërtet një alibi për kohën kur u zhduk Patricia dhe James, për kohën kur u zhdukën dhe u rrëmbyen ata. Ai supozohej që të shkonte në festën e vallëzimit të Shën Valentinit, por shkoi jashtëzakonisht shumë vonë dhe shkoi pikërisht në orën 1 të natës. Dhe kur mbërriti atje, shumë njerëz që ndodheshin aty e pan atë që ishte shumë paranojak. Pra, shikonte shpesh nga drejtari nëse dikush po i ndiqte, lëvizte lart e poshtë në shtëpi sepse ishte shumë i tensionuar. Dhe në momenti kur u gjetën trupat e Jazz dhe Patricias, ai dëshironte të shkonte të shikonte pemën ku ishin gjetur ato. Dhe një miku i tij tha që në momentin kur shkuan që pan pemën ku ishin gjetur trupat e Jazz dhe Patricias, ai filloi që të thoshte gjëra shumë të çuditshme. Dinte detaje rreth krimit, pra detaje aq të sakta, aq të thella që në një farë mënyre as nuk duhet i dinte. Gjatë marrjes në pyetje, ai u tha detektivëve që e njihte Patrician, mbi gjitha i kishte dhënë mësim dhe praktik. Por në farë mënyre nga gjitha kontrollet që u bën, u vure që ai kur nuk i kishte dhënë mësim Patricias, ose një farë mënyre nuk kishte dhënë mësim kur Patricia ishte studente. Por gjë tjetër interesante që i tha policisë ishte fakti që nuk ishte hera e parë që merreshte në pyetje për një vrasje. Pasi ai tha që ishte marrë në pyetje për një vrasje tjetër që kishte ndodhur në vitin 1961, sepse një vajzë ishte gjetur e vrarë në makinën e saj edhe e mbytur me sutjenat e saj dhe në fakt ishte përdorur e njëjta metodë si në vrasjen e Patricia dhe Jazz. Dhe mbi gjitha sendet personale të asaj vajzës ndodheshin akoma në makinë. Dhe kur policia mori në telefon policinë e Kanas për të vërtetuar këtë gjë, ato thanë që Dr. James kur nuk ka qenë, pra kur nuk ka dhënë dëshmi për këtë vrasje. Dhe me sa duket Dr. James ishte një gënjeshtar patologjik. Dhe këtë gjë e pranon dhe vetë familja e tij sepse thotë që është një gënjeshtar patologjik vuan nga iluzionet dhe me sa duket ishte një skizofren i pa diagnozuar.
diagnostikuar. Por nga ana tjetër, Dr. James humb jetën në vitin 2009 dhe tashmë nuk është më gjallë për të marrë në pyetje për vrasjen e Shën Valentinit, por gjë që dihet e sigurt ishte se profili i tij përputheshte pikërisht me profilin e vrasësit. I dyshuari numër 2, James Brandon Ray. James Brandon Ray ishte i përshkruar si një lloj playboy i cili nuk e pranonte kur fjalën jo si përgjigje. Edhe pse kishte një grua dhe fëmijë në shtëpi, James Brandon Ray ishte vazhdimisht jashtë duke e tradhtuar dhe duke u përpjekur të joshte vajza të tjera dhe thuhej që kishte gjithsej plot 6 të dashura. Ray punonte si ndihmës sanitar në shkollën e Patricias dhe në spitalin ku ajo punonte. Hetuesit morën vesh nga informacionet anonime që Ray pra ishte shumë i fiksuar me ditën e Shën Valentinit, pra me vrasjen e ditës së Shën Valentinit dhe po merrte çdo informacion, çdo artikull gazete dhe po e ruante atë. Nga ana tjetër, njerëzit thonë që ishte shumë i fiksuar mbas Patricias, e ndishte gjatë gjithë kohës, i kishte kërkuar takim me të, por në fakt ajo e fundit gjithmonë e kishte refuzuar. Por ky i fundit u pushua nga puna vetëm një muaj para vrasjes së ditës së Shën Valentinit. Ray atë natë nuk ndodheshte në shtëpi me gruan dhe djalin e tij dhe për këtë arsye nuk kishte një alibi të fortë. Por dëshmia e një dëshmitari e vendos Rayn pikërisht në vendin ku u gjet braktisur, pra makina e Jazz. Në fakt, një miku i tij thotë që ai u paraqit në shtëpinë e tij duke i thënë që makina e tij kishte ngelur pa karburant dhe nëse ishte i mundur që t'i jepte disa para hua për të ndezur makinën e tij, pra për të marrë karburant. Dhe ai thotë që kjo gjë ndodhi rreth mesnatës dhe pikërisht rreth orës 1 të natës. Pasi miku i tij i dha para dhe e çoi në pikën e karburantit, ai e la Rayn pikërisht në zonën e Lovers Lane, pra në zonën ku i gjet makina e Jazz. Po pikërisht në atë zonë jetonte edhe nëna e Ray dhe për këtë arsye ai ishte shumë i njohur në atë zonë. Por a është e mundur që Ray të ketë qenë aq i interesuar për Patrician, sepse siç u thash, ai ishte një playboy, ishte një Don Juan dhe nuk e pranonte kur fjalën jo, ishte shumë i kërkonte jashtëzakonisht Patricia që të dilte me të dhe ajo gjatë gjithë kohës e refuzonte dhe atë natë ai vendosi që të bënte atë lojën e tij duke u shtirur si policë dhe duke shkuar pikërisht në Lovers Lane për të trembur adoleshentët dhe çiftet që ndodheshin aty, por me sa duket atë natë e ka zgjatur pak më tepër lojën e tij dhe me sa duket i ka dalë jashtë kontrollit. 2 ditë para vrasjes së Valentinit, Ray kishte vjedhur një litar nga fshinji i tij dhe mendohet që ky litar ishte i ngjashëm me litarin që u përdor për vrasjen e Patricia dhe Jazz, por kur nuk u konfirmua që ishte i njëjti. Thjesht ishte i ngjashëm. Do thoni ju si u gjet ky litar. Ray gjithmonë akuzoheshte për vjedhje makinas dhe në fakt po merreshte në pyetje për këtë gjë. Dhe në momentin kur u gjet makina që kishte vjedhur Ray, brenda në makinë u gjet litari, u gjet një paruke, u gjetën armët, distiktivi i policisë, pra gjitha gjërat që të bënin të dyshonin që Ray atë natë kishte përdorur, pra kishte bërë atë lojën e policit. Dhe mbi gjitha u gjetën 2 çelësa dollapi të spitalit Watts në repartin ku punonte Patricia. Ray u thoshte njerëzve që e njihte Patricia. Në fakt thoshte shumë teori të ndryshme. Së tij thoshte që nuk e njihte atë, nuk i kishte parë kurrë, nuk e dinte se kush ishte, ndërsa 6 të dashurave të tij u thoshte që Patricia nuk është aq e pafajshme sa të gjithë mendonin sepse gjithmonë e tradhtonte të dashurin e tij. Ai nga ana tjetër i mohon gjitha akuzat që detektivët dhe hetuesit i thonë dhe vdiq në vitin 2009 dhe ai si Dr. James nuk është më gjallë për të marrë në pyetje për vrasjen e ditës së Shën Valentinit. Kalojmë në të dyshuarin numër 3. Robert Galbraith ishte i dyshuari që binte më shumë në sy dhe në fakt hetuesi kryesor që u bë hetimi në fillim pra në vitin 1970 mendonte që Dr. Britt ishte vrasësi, por në fakt ai kurrë nuk pati prova për ta akuzuar atë dhe për ta futur në burg. Dr. Britt vinte nga një familje shumë e pasur, ishte një atlet i shkëlqyer, nxënës i dalluar në Eagle Scout dhe në Sea Scout dhe mbi gjitha dinte nyje të ndërlikuara. Ai ishte një person që mendonte vetëm për veten, mendonte që ishte më i miri nga të gjithë, mendonte që ishte i miri i të mirëve. Ko më vonë studioi për mjekësi, u bë mjek dhe më pas u martua dhe lindi një fëmijë. Por pikërisht në ditën e vrasjes së Shën Valentinit ai nuk ndodheshte në shtëpi. Dr. Britt kishte një histori shumë të gjatë me probleme serioze, me probleme zemërimesh, me probleme të sulmeve seksuale. Ai shpeshherë kur ishte në repartin e tij të punës i kërcënonte stafin mjekësor me armën që mbante gjatë gjithë kohës me vete, nga ana tjetër u çante gomat e makinave stafit mjekësor kur ai ishte acaruar
gjatë gjithë ditës së punës, nga ana tjetër ishte akuzuar për sulme seksuale ndaj infermiereve, por këtyre sulme seksuale kur nuk u morën parasysh sepse ai ishte një mjek shumë i njohur dhe një mjek shumë i respektuar. 2 vjet pas çështjes së ditës së Shën Valentinit, pikërisht në vitin 1973, një grup fëmijësh ndodheshin në rrugë dhe po bënin autostop. Por në fakt gjitha makinat që po kalonin aty nuk ose po javanin, nuk ose po ndalonin. Dhe kështu që me kalimin e kohës, ky grup fëmijësh filloi që të ndiheshte paksa i frustruar, paksa i zemëruar dhe filluan që të shanin gjitha makinat dhe të tregonin gishtin e mesit. Por një prej këtyre makinave ishte pikërisht makina e Dr. Britt. Kur fëmijët i treguan gishtin e mesit pra Dr. Britt, ky i fundit ndaloi makinën, zbriti nga makina dhe nxori armën duke i kërcënuar fëmijët dhe duke i thënë që të hipnin në makinë. Por fëmijët, si të zgjuar që të ishin, nxorën thikën që kishin me vete për tu vetëmbrojtur dhe në këtë pikë Dr. Britt hypi në makinë dhe e la që të kalonte kjo situatë. Por fëmijët nga ana tjetër, si të zgjuar që ishin, pra siç u thash, morën në shënim pra targën e makinës dhe u drejtuan në biznesin më të afërt, ku kërkuan telefonin dhe telefonuan menjëherë policinë, u dhan targën e makinës dhe i tha policisë që ky person ka dalë nga makina dhe na ka drejtuar armën. Makina ishte regjistruar me emrin e Dr. Britt dhe fëmijët menjëherë e identifikuan nga disa foto që policia u dha. Por kur Dr. Britt u thirr në komisariat duke dëshmuar për rastin në fjalë, ai pa asnjë lloj provokimi përmendi ditën e Shën Valentinit. Ai tha pikërisht që personi që ishte i përfshirë me incidentin e fëmijëve të tanishëm ishte i njëjti person që kishte vrarë ata fëmijë vite më parë. Dhe policia në këtë pikë ngeli paksa e shtangur, sepse filloi të pyeste për çfarë po flet, kë fëmijë, çfarë po thua, dhe ai tha që është studentja e infermierisë Patricia dhe i dashuri i saj. Bani mend që deri në atë moment askush nuk ja kishte përmendur atij ditën e Shën Valentinit dhe në këtë pikë ai konfirmoi që ishte i vetmi nga 3 të dyshuarit që e njihte 100% Patrician. Dhe mbi gjitha atë natë nuk kishte një alibi sepse nuk kishte në shtëpi, por mbi gjitha kishte bileta për të parë një ndeshje basketbollit në të cilën nuk shkoi kurrë. Kur çështja e ditës së Valentinit pra u rihap përsëri në vitin 2012, ai u mor në pyetje dhe mbani mend që detektivët ishin detektivi Horner dhe detektivi Don Hunter. Por nuk e di nëse u përmenda në fillim dhe me sa duket jo, por detektivi Don Hunter ishte femër, pra në të vërtetë ishte detektive. Ai filloi që të flirtonte me të gjatë marrjes në pyetje dhe në momentin kur nuk flirtonte më me të, ai refuzoi të fliste përfundimisht me detektiven Don Hunter. Dhe pikërisht donte të fliste vetëm me detektivin Horner, që ishte mashkull, dhe me sa duket ai nuk respektonte fare femrat. Gjatë marrjes në pyetje, Dr. Britt filloi që të ndjeshte jashtëzakonisht i parahatshëm dhe kishte vështirësi të përgjigjeshte. Një moment detektivët i thonë që nëse është e mundur që mund të bëjmë një test poligrafi dhe të marrim mostrën tënde të ADN-s për të hequr çdo dyshim të mundshëm. Ai në fillim filloi që të ndjeshte shumë i nervozuar, doli nga dhoma sikur kishte nevojë që të merrte ajër dhe u kthye përsëri. Dhe në momentin kur u kthye, u la detektivëve kanë vizitën e tij dhe u tha që më telefononi që të organizojmë një moment ku të bëjmë testin e poligrafit dhe të merrni mostrën time të ADN-s. Por pak kohë më vonë, detektivët morën një telefonat nga avokati i Dr. Britt, ku ky i fundit u tha që Dr. Britt nuk do të bëjë as testin e poligrafit, as nuk do t'i merrni mostrën e ADN-s. Kohë më vonë, detektivët i thanë përsëri nëse mund të bëjmë testin e poligrafit, mund të marrim mostrën e ADN-s dhe përsëri ky i fundit pranoi. Por përsëri avokati mori në telefon detektivët dhe i tha që ai nuk do të bëjë as testin e poligrafit, as mostrën e ADN-s nuk do ta japi, me sa duket Dr. Britt e kishte shumë të vështirë t'u thoshte detektivëve ballë për ballë që ai nuk donte t'i bënte këto të dyja. Në mesin e viteve 90, nëna e Jess mori një telefonat nga një person i cili thoshte që ishte vrasi i djalit të saj dhe quheshte Dr. Britt. Por problemi ishte se pas kësaj telefonate, Dr. Britt nuk u mor kurrë në pyetje dhe nuk dihet sepse deri në momentin kur çështja u rihap përsëri në vitin 2012. Pra nuk dihet nëse është e vërtet kush fshireshte pas asaj telefonate, nëse ishte Dr. Britt apo jo. A ndjeu ai që duhet të rrëfeheshte pas asaj që ndodhi dhe më vonë u pendua, apo ishte dikush që tradhtoi Dr. Britt? Pra në një farë mënyrë nuk kemi asnjë lloj shenje konkrete. Një gjë tjetër shumë e çuditshme është fakti se Dr. Britt dhe Jamie Ray, pra i dyshuari numër 2, njiheshin me njëri tjetrin
Pra, ato kishin punuar fillimisht së bashku edhe para vrasjes së ditës së Shën Valentinit, edhe pas vrasjes së ditës së Shën Valentinit. Në momentin kur Jamie Ray pra u pushua nga puna, ky i fundit i gjeti një punë atij. Dhe me sa duket, teoria që mjeku ligjor tha që kanë qenë dy bashkëpunëtor është e vërtetë. Dhe në këtë pikë të historisë dua të di dhe mendimin tuaj, se në të vërtetë jam shumë konfuze. Por duhet dini që Dr. Britt sot e kësaj dite është gjallë, ai ka dalë në pension në vitin 2017 dhe po jeton dhe po shijon, le të themi, pensionin e tij i lumtur në Florida. Dhe në lidhje me këtë çështje nuk ka pasur më zhvillime të mëtejshme. Por përpara se të mbyll vitin e sotme, dua të bëj një shpjegim të vogël sepse kam dëgjuar shpesh në komente që më keni thënë Lori, bëj një video rreth dosjes së Jeffrey Epstein, pra rreth Epstein, çfarë ka ndodhur me fakte, me video. Dhe në fakt rreth kësaj teme ka shumë video, fakte, dhëna dhe shumë kollaj mund të bëj një video rreth asaj. Por dua të shpjegoj faktin se pse nuk dua të bëj një video rreth kësaj gjëje dhe për mendimin tim është diçka personale dhe është shumë e rëndësishme dhe gjë që do t'ua shpjegoj që tani sepse vërtet e meritoni një shpjegim. Është fakti që nëse unë bëj një video rreth Jeffrey Epstein, pra duhet përmend shumë emra. Dhe një nga këto emra është edhe emri i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjë që nuk ja them emrin, por kuptohet shumë mirë se cili është. Dhe me ardhjen e tij në pushtet ka ndryshuar shumë gjëra, ka vënë shumë rregulla strikte. Por problemi është se unë në Amerikë kam motrën time, e cila shumë shpejt do lindi dhe kam vendosur që të shkoj të takoj. Dhe siç u thash, me ardhjen e tij në pushtet kanë vendosur shumë rregulla strikte. Dhe një nga këto rregulla ishte që kur merrje vizën amerikane të bënin një pyetje, çfarë pune bën online? Dhe ishte një pyetje specifike, pra, edhe unë duhet të them punën time që bën online, pra le të themi bëj video true crime, video të ndryshme. Dhe nëse unë në njërin nga këto videot e mia përmend emrin e tij, pra emrin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mua nuk më lejohet hyrja në Amerikë, sepse ai ka vendosur që çdo kush që përmend emrin e tij e ka paksa të pamundur të futet në Amerikë. Do thuash ti, ku e di këtë gjë? E di këtë gjë sepse një nga kolegët e burrit tim kishte vendosur që të shkonte në Amerikë dhe tani shumë shpejt dhe i kishin bërë këtë pyetje. Dhe ai tha që nëse, ai nuk bën video në internet dhe nuk se ka përmendur emrin e tij, nuk ishte problem, por thoshte që ajo vajza e agjencisë turistike kishte thënë që nëse dikush ka përmendur emrin e tij, mundësitë më të larta është që nuk mund të futet në Amerikë. Dhe për këtë arsye unë nuk mund ta bëj dosjen e Jeffrey Epstein sepse siç ju thash duhet të përmend emrin e tij. Por ndoshta unë edhe mund ta përmend emrin e tij dhe prapë të shkoj në Amerikë, por gjithsesi dua të heq çdo pengesë të mundshme. Dhe për këtë arsye për momentin nuk do të bëj një dosje rreth Epsteinit, ndoshta më vonë mbasi të kthehem në Amerikë, por nuk e di. Gjithsesi ju detyrohesha një shpjegim. Kështu që siç ju them gjithmonë, më shkruani poshtë në komente opinionin tuaj rreth videos së sotme. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao ciao.